Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse trupi ju jep këto 6 shenja, hiqni dorë me njëherë nga kafeja, ja dëmet që shkakton. Ankth. Njerëzit të cilët luftojnë me ankthin duhet të shmangin kafeinën, pasi ajo vetëm sa i përkeqëson simptomat të pakëndshme të ankthit. Gjithashtu kafeina njëkohësisht ngre edhe nivelin e stresit dhe po ashtu ju bën të ndiheni më nervoz se zakonisht. Dhimbje stomaku. Ndërkohë, kafeja për shumë njerëz mund të shoqërohet edhe me dhimbje stomaku, për këtë shpesh fajsohet edhe ushqimi, por në fakt kafeja është shkaktarja kryesore e dhimbjes në stomak. Rrahje të shpejta të zemrës. Marrja e tepërt e kafeinës gjithashtu mund të bëjë që zemra juaj të rrahë më shpejt, ndërkohë që personat të cilët vuajnë nga kjo gjendje mjekësore duhet që të kufizohen në 1 apo 2 kafe në ditë. Të dridhura. Kafeina shpejton sistemin nervor qendror, gjë që mund t'ju bëjë juve të ndiheni nervoz. Nëse ndaj kafes reagoni me dridhje të pakontrollueshme, kufizoni rreptësisht konsumimin e saj. Dhimbje koke. Edhe pse një sasi e vogël kafeje mund t'ju ndihmojë me dhimbjen e kokës, tekalimi i dozës së duhur të kafeinës mundet që të shkaktojë dhimbje koke. Në këtë rast, flasim për një sasi prej 5 ose më shumë filxhane në ditë. Ndërkohë, duhet të keni parasysh që kafeina mund të jetë një dozë energjie e cila do ju ndihmojë ju që të zgjoheni në mëngjes, por për disa njerëz ajo është më shumë se sa një armik i heshtur. Në qoftë se ju keni ndjerë ndonjëherë që nuk jeni në formë, por nuk mundet ta kuptoni pse, atëherë kafeina mundet që të jetë shkaktari. Këmbët miza. Nëse keni ndjerë ndonjëherë se këmbët tuaja nuk qëndrojnë dot të qeta pas një filxhani kafeje, kafeina mundet që të jetë shkaktari. Për disa njerëz, kafeina e stimulon tepër sistemin nervor duke shkaktuar një dëshirë të pakontrollueshme për të lëvizur këmbët, sidomos natën. Kjo ndjesi mundet që të vështirësojë procesin e gjumit, duke qenë se kafeina mund të qëndrojë në sistemin tuaj për orë të tëra, edhe një kafe pasdite mund të çojë në një natë të parahatshme. Skalpi i thatë. Efektet dehidratuese të kafeinës nuk ndikojnë vetëm në trupin tuaj, ato gjithashtu munden që të shkaktojnë skalp të thatë ose skuqe. Një skalp i thatë nuk është tepër i pakëndshëm me kalimin e kohës, ai mundet që të dobësojë edhe shëndetin e flokëve dhe të kontribuojë në rrallimin e tyre. Në qoftë se skalpi juaj dhe flokët po ju bien, mbase shkaku është pikërisht kafeja. Një stres në gjuhë. Mundet që të tingëllojë e çuditshme, por efektet acidike të kafeinës munden që të bëjnë një stres të gjelbër e cila shfaqet në gjuhë. Kjo ndodh shpesh kur sistemi juaj tretës përpiqet të përpunojë acidin duke çuar në një çekuilibër të baktereve në gojë. Ju bie energjia në mesditë. Kafeina supozohet ju jap energji, por për disa, në fakt, ajo bën të kundërtën, duke çuar në një rënje ekstreme të energjisë për vetëm disa orë më vonë. Kjo ndodh sepse kafeina shkakton një rritje të adrenalinës dhe të sheqerit në gjak, e cila bie më shpejt duke ju bërë juve të ndiheni më të lodhur. Nëse e gjeni veten të dëshpëruar për një filxhan tjetër në fillim të pasdites, mund të jeni në një rreth vicioz të varësie. Ëndje. Për disa njerëz, kafeina nuk është vetëm një përforcues i energjisë, është diçka që trupi i tyre sheh si një mysafir të padëshiruar.
Kur dikush ka një diçka që trupi i tyre e sheh si të tillë, ajo krijon intolerancë ose alergji dhe sistemi imunitar reagon ashpër duke e trajtuar atë si një substancë tepër të dëmshme. Kjo shkakton lirimin e histaminës, një kimikati i cili çliron inflamacionin, një përpjekje për të luftuar kafeinën. Pagjumësi, edhe në qoftë se ju pini kafe vetëm në mëngjes, intoleranca ndaj kafeinës mundet që t'i mbajë efektet e saj në trup për orë të tëra. Kjo mundet të çojë në probleme për të fjetur, për të qëndruar në gjumë ose për të çlodhur kur zgjoheni. Probleme me stomakun. Për disa, kafeina irriton mukozën e zorrëve duke çuar në fryrje, ngërçe apo edhe diarre. Ky shqetësim shpesh krijohet me kalimin e kohës, duke ju lënë juve që të ndiheni të lodhur dhe njëkohësisht të irrituar. Në qoftë se sistemi juaj tretës duket se po rebelohet çdo herë që pini kafe, atëherë trupi duket se rebelohet duke ju thënë që ju të bëni një pushim ndaj kafeinës. Rrahje të shpejta ose të parregullta të zemrës. Një zemër e cila rreh më shpejt se zakonisht mundet të jetë normale pas një stërvitje, por në qoftë se ndodh nga hiçi, shkaku mundet që të jetë kafeina. Rritja e ankthit. Kafeina stimulon sistemin nervor dhe për disa njerëz kjo mundet të shkaktojë ndjenja ankthi. Në qoftë se ju e ndjeni veten më të nervozuar se zakonisht pasi keni pirë kafe, ju duhet t'i kushtoni vëmendje mënyrës se si trupi juaj reagon. Reduktimi i marrjes së kafeinës mund të ndihmojë në qetësimin e sistemit nervor. Dehidratim pavarësisht nga pirja e ujit. Efektet dehidratuese të kafeinës munden njëkohësisht që të pengojnë trupin tuaj që të përthit siç duhet lëngjet. Edhe nëse jeni duke pirë ujë së bashku me kafe, vetit stimuluese të kafeinës munden t'ju bëjnë juve që të ndiheni të etur dhe njëkohësisht pa energji. Ndërkohë, sipas ekspertëve, ju duhet të reduktoni marrjen e kafeinës në të mirë të shëndetit tuaj, pasi ajo mund të kthehet në një produkt të dëmshëm për shëndetin. Si për shembull, mund të keni probleme me stomakun. Kafeja në të vërtetë ka një efekt laksativ, lëshon një hormon i cili bën që stomaku juaj të shpejtojë aktivitetin në zorrën e trashë dhe nga ana tjetër, pirja e tepërt të kafes mundet të çojë në jashtëshitje të lirshme, madje edhe në diarre. Përveç kësaj, kafeja promovon zbatitjen gastrointestinale. Në qoftë se keni probleme me stomakun, është më mirë që ju të zvogëloni konsumimin e saj. Mund të ndiheni të lodhur të nesërmen pasi ju të keni pirë kafe. Kafeja stimulon sistemin nervor për shkak të përmbajtjes së kafeinës dhe gjithashtu përmirëson edhe performancën tuaj fizike, por ka një anë të keqe. Adenozina, një element kimik i cili gjendet në kafe, së pari rritet dhe më pas bie. Disa studime vënë re se pasi ju të keni pirë shumë, ju mundet njëkohësisht të ndiheni të lodhur dhe mund të bini në gjumë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!